A do të shkoni në këtë takim nëse e thret presidentja, duke qenë se ju herën e kaluar keni deklaruar që nuk uleni në një tavolinë ku e pranishme është edhe lëvizja vetëvendësje? Nuk e di në cilin format mund të afton presidentja, pra mund të afton nga ne, mund të afton gjithë bashkë. Ne kemi mirëprit edhe idenë e kryetarit Abdigjipit për konsulta për formimin e qeverisë. Një propozim ka qenë ai për një qeveri të unitetit. Ekziston edhe propozimi i ynë në këtë rast për qeverinë e opozitës. Mendoj që konsultat mes opozitës janë të nevojshme, ndërsa edhe konsultat me bashkëkërësuesin e seancës janë të nevojshme që me dalë nga gjendja ku jemi. Ne kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, për t'i drejtohen gjykatës kushtetuese me kërkesë që me vlerësu kushtetutshmërinë e vendimeve të marrura në kuvend, pra si rasti i mosformimit komisionit për votimin e fshetë dhe të gjitha vendime tjera paraprake bazuar në proces verbalin e seancave. Sot jemi në konsulta edhe me PDK dhe me LDK, në mënyrë që edhe të deputet pa t'i drejtohemi gjykatës. Zotëri Haradinaj, ako akte, ako vendimet nxjerra prej kuvendit mbi të cilat do të bazohen? Të gjitha pra vendimet e kuvendit, pra veç e veç si për mënyrën e votimit, si për ndërprerjen e seancave, si për situatën e mosnxjerrjes në votim të kandidatit, pra ardha në seancë dhe gjitha ato, pra ne kemi marrë seancat në vazhdimsi, proces verbalin dhe do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë për vlerësim të kushtetueshmërisë. A do të na rikthehemi sot në seancë, me që kemi parë se disa herë me radhë nuk kemi qenë pranishëm, do të kemi hyrë dhe jemi nënshkruar dhe si do të veprej atëja sot. Tani, ka diçka të vërtetë në të që thuni ju, po jo e tëra, dhe unë kam marrë dorë në kohë, spari, pastaj kur kam marrë vesh se nuk do të ketë ndonjë zhvillim të ri në seancë, pra kemi ardhur vetëm për përsëritjen, kam marrë me idenë që mund kemi kandidaturë të përbashkët ose unifikuese, mund ketë një proces të ri, kur e kam marrë vesh se do të qëndrojmë seancë vetëm u përsërit ajo që ka ndodhur më herët, se kam vlerësuar të nevojshme. Arsyeja zakonisht lirohen prej seancave që ja për shembull edhe sot në Shaptej kujtojmë vëllezërit Muslia, Beqiraj, janë 3 dëshmorë një familje, disa tjerë, them drejtën, më ka kërku puna me qenë atje, kam pas bashkëlutari, një familje të tyre, po kam marrë në seancë. Në disa raste pra marr lejen duke pa që nuk po ndodh asgjë. Unë do të marr pjesë në seancë, po nëse është vetëm përsëritje, kontributi im do të jetë i pavlefshëm. Jo. Edhe faleminderit media. A thatë sot keni me dëgjuar? Po bëjmë përpjekje me marrë në shkrimet e kolegëve nga partitë tjera opozitare dhe ta dërgojmë. Kolegja ime Time Kadria do ta udhëhesh këtë proces. Faleminderit shumë.